Dhe ku më thonë këtë, e atë fjalë që s'kam dash me thonë, e kam thonë. Qa ke thonë ti për shembull për Berishën, për Amër? 1, 2, 3, po them 300. Për tregu që fare më hiç fare nuk e vën defter të punë. Po kjo punë nuk vjen syç, nëse njeriu bile dhe Zotin, unë mendoj që jam besimtar i 100%, edhe i 100% shqiptar, edhe i 100% njeri, qytetar. Edhe Zotin nuk e respektoj nga frika realisht. E bojmë se kam argumentet e mia këtë jetë që ka Zot. Edhe duhet me qenë rrugën e tij. Ai morali hyjnor kush bazohet Europa, se Europa nuk, nëse kemi bërë histori, prandaj duhet historia e vendeve të tjera që kanë kaluar këtë rrugë para nesh. Nuk ka ardhur pa një besim. Ne duhet të hyjmë rrugë Zotit. Kjo është ai morali është baza për të pasur një etik minimale që ne të bashkëjetojmë si qytetar edhe në rrugë të progresit, edhe si qytetar, por dhe marrëdhënie qeveritare. Po si që ka kjo, ti si person, me frikën që ke vënë, me frikën me NPD-s, këta kanë vënë dhe frikën tjetër, edhe kanë pas frikë dhe gjyqtarët. Dhe në vendet ku pushtetarët mbjellin frikë, ta nuk jam pushtetar për e sundimtar. Unë e them sa herë që kam mundësi. Dhe vetëm kur dëshkohen këta, ne do t'i zbresim nga karike koltuku i sundimtarit, nga froni i sundimtarit, tek froni i qytetarit barabartë. Prandaj Gjoni i Madh i Anglisë, domethënë 1000 ca vjet përpara, bashkë me aristokracinë angleze, vendosën për drejtën e një gjykimi të drejtë, pra shëndet e shenjtë gjykimi i drejtë, dhe të gjithë ishin barabartë përpara ligjit. Dhe ne këtë punë do ta bëjmë, se Europa i ka thonë, e ne i themi kështu, nuk është kot ndarja pushteteve. Po t'jap një rast, shkon një nga kalorësit më të mëdhenj të njerëzimit, një nga kulmet e elokuencës, kalorës, që ka bërë betejë atë që se ka bërë njëri, ata që e dinë e njohin, po ka dhe një libër kulmet fjalës, pra kulme elokuencës, që këta që mbahen që flasin Shqipëri, ti krahasosh me çfarë ka thënë Mamaliu, këta janë primitiv krahasim me të, sa ai ka thelb mbi të gjitha. Po dhe ndërtim fraze të mrekullueshme. Ka pasur një gjyq me një hebre. Edhe gjykatësi Kadiu, kur e merr, i drejtohet hebreut në mënyrë normale, kurse këtij i drejtohet me një lloj respekti të tepruar. Si kalif që ishte. Jo, e thot ai. Ti si e për më gjykon mua. Se këtu para te jemi të barabartë. Unë kam mosmarrveshje me këtë, për një punë shpatë duket të qenë. Vjedhje shpatë që kishte bërë ai tjetër. Unë tha nuk tha pranoj tha të më gjykosh tjetër. Pra njeriu duhet të jetë i drejtë me veten. Dhe realisht se ran këto, jo ky është vegla këtij e atij. Pa ata që më njohin e dinë që unë s'ja bëj dysh vetes. Kur e jap fjalën vetes, nuk e bëj dysh. Këta, ajo deputeti, ai është deputeti e paska bërë dysh vetes. Këtej shpirti i thotë bëjtë, po si mu të më përfaqësoj mua ajo me këtë frymë të tillë. Jam plotësisht dakord. Jo vetëm ajo, po unë pse thash mund noka. Unë pashja i kërcënoi bashkë me Albana Vokshin atje. Pretendoj që kishte një grup kriminal, po mu dukun shumë qytetar xhabaftët se këta dy. Pra këta Lajm, mu dukun shumë qytetar xhabaftët. Po realisht. Shkon ky edhe ka bën vepër penale atje. Edhe shteti nuk reagon. Tani a janë këta sundimtar apo ja? Tani po ta kishe bërë ti atë punë, ose unë dhe unë, që kemi një lloj ndikimi publik, prap do na kishin marrë. Po ky është muli, po se është muli i Saliut këtu.